Presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, sulmoi të njëjtën Britaninë e Madhe dhe Francën, duke përforcuar pretendimin se Amerika e fitoi luftën e dytë botërore, duke u udhëzuar trupat amerikane të vendosura në Doha gjatë turnit të tij 4 ditor. Në Indjen e Mesme, Trump pohoi dominimin amerikan dhe pretendoi se Amerika bëri më shumë se Franca në sebullimin e fitores, duke deklaruar: "Raze pa ne të gjithë do të fisim gjermanisht." Doja të telefonoja një vend të caktuar dhe ata thanë: "Oh, po festojmë fitoren e luftës së dytë botërore sot, zotri. Unë dua të flas me një nga presidentët ose kryeministrat ose çfarëdo qoftë. Ata po festojnë fitoren e luftës së dytë botërore." Pastaj provoi të flas me një tjetër dhe ata po festonin. Dhe fakti është se edhe Rusia po festonte, Franca po festonte, të gjithë po festonin përveç nesh. Dhe ne jemi ata që fituam luftën, sa Trump. Ata ndihmuan, por pa ne nuk do të fitonin, vijoi ai. Pa ne ata do të flisnin gjermanisht sot, e ndoshta edhe pak japonisht. Ndaj Trump shpalli 2 festa të reja kombëtare për Amerikën, pikërisht për të nderuar fitoret. 8 majin për luftën e dytë botërore dhe 11 nëntorin për të shënuar fitoren e luftës së parë botërore, sepse ne i fituan të dyja këto lufta, sa skram, e sipasi këto festa të reja kombëtare janë festa zgjimje.